atëherë do të bëj këtë top 10 me wingërat më të mirë momentalisht në Europë. Atëherë Luis Diazin e shikoj në vendin e tretë, po bën shumë mirë me Bayernin. Saka nuk e shikoj më shumë se vendi i 6, sepse pat edhe një dëmtim, edhe nuk e shikoj më shumë. Atëherë Viniciuni e mori vetën të kohë fundit dhe do ta vendos në vendin e 4. Pra momentalisht ky po e mban Reali si me Benfica e si me disa ndeshje në kampionat. Barcola po bën paraqitje shumë të mira me Parisin te vendi i 7 shikoj. Pra këto janë momentalisht. Dembele pas topit të arta si gjë s'ka bër, përveç aty golit bukur që bëri me Marseille mos gaboj. Vendi i 9, Oliseja po bën sezon fantastik vendi i 2. Rafinha është shumë larg sezonit vjetshëm, por dhe shumë dobët nuk është, vendi i 5. Mohamed Salah me këtë paraqitjen që po bën edhe Liverpooli me këtë krizë, Mohamed Salah s'po bën asgjë, ka kapur kriza dhe këtë. Vendi i 10, atëherë vendi i 8 dhe vendi i parë është Lamine Yamal pa diskutim, po bën paraqitje spektakolare të kohë fundit dhe pavarësisht se jam tifoz i Realit, gjithmonë kam fol drejtën dhe do flas drejtën, momentalisht është wingeri më në formë.